Besoni që shumë raste, kur shënë për programet ndryshme, plesht vetmuar, mu më shkojnë latë. Por, për fat keq, nuk po gjejmë kohë me folë me të moshurit tonë që i kemë afër dhe pranë. Kjo do më thonë që është një munges. Kjo është një breng edhe për shoqërinë, edhe për familjen, edhe për gjithë. Për sa i përket pjesës shtetënore, aty ka kritika mjaft sa dush, që s'janë të bëkur gjë hiç në atë aspekt. Si duket jemi dorëzuar nga politika dhe po flasim për këtë si problematikë shoqërore mes vetes, sepse me politikën po më duket I kemi la durt sa I përket. Ajo është e vërtet, por si duket edhe ne për shkakun që prind ton, gjyshen, babën, nanën, për fat keq rinia veç po largohet prej Kosovë, po largohet këta po mbesin vetën. Kështu që nuk është ajo dashnia mo, nuk është ajo kënaqësia mo ndaj të moshurve. Moshurit është kurora, ne kemi ata na kanë rrit, ata na kanë marrë, ata kanë kontribuar për qytet, ata kanë kontribuar për qytet dhe e sot me metën vetëmi. Vetëmia është një smundje e cila ta gryn shpirtin. Unë si poet, besoni që shumë raste, kur shënë për programet ndryshme, plesht vetmuar, mu më shkojnë latë. Kjo është një ndjenjë shpirtënore që na si shoqëni nuk duhet të pranojmë, po jem pe këtyne sanëve jem shumë largë, do më thonë që vetëmia, një përqafim I babës, një përqafim që ja bën babës, nanës, gjyshes, një gotë qaj që jepin me ta, ajo është me mirë se ku me di qka. As një shtet, as një shoqëni nuk matet veç pjesa materiale. Nuk matet. Jo, aferësia, ngrohtësia, respekti edhe ndeja. Nuk kam kohën non-stop me konë me prende me ato, por kam kohë mrena ditës, një herë ose dy herë, 1 minutë, 2 minuta me thirë në telefon.